personalisht në këtë rast me fol me kompetencë, jam kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel të Prishtinës, ku kemi pas kërkesë edhe prej prindërve edhe prej nxënësave që kjo koha e xhumos mundësisht të lihet pauzë ose të vendoset një rregull që mos të detyrohen nxënësat me ikë prej orëve të mësimit, apo edhe mos detyrohen mësimdhënës ose edhe punëtor teknik ose edhe punëtor që tekun. Apo flasim për shkolla fillore apo për flasim për shkolla edhe të fillore dhe të mesme, po flasim për shkollat të mesme, sidomos për shkollat të mesme, se shkolla e mesme është do të thotë ajo që janë më të rritur, po. Normal që është obligative do të thotë me fal namazin e xumës. Dhe kjo është normalisht është e drejtë legjitime e besimtarëve muslimanëve në kudo në botë, po sikur drejtat e çdo komuniteti tjetër të cilat duhet me i marë parasysh shtetet ku ekzistojnë ato komunitete, ku jetojnë ato komunitete, dhe nëse është e mundshme me u realizu, pse jo. Unë personalisht kam një përvojë jashtëzakonisht mirë edhe një specializim, kam qenë në Amerikë me State Departamentin Amerikan i ftuar në një specializim me temën religionin në shtetin sekular, që temat të tilla ku besimtarëve, cilës do komunitet u mundësohet praktikimi i lirë i fesë, nuk e prekun sekularizmin asgjë. Nuk bjen ndesh sekularizmi me të drejtat e besimtarëve nëse nuk preken në shtet. Do të marrim një opinion edhe nga të ftuarit të tjerë dhe më pas do të hapim edhe debatin. Elena, por shkon shumë lart kjo çështje, siç u tha nga një prej të ftuar në studio, apo jo? Cili është? Amir, në fakt Elena e pati edhe një reagim kur zotri Hoxha tha që është bërë një kërkesë nga prindrit që fëmijët të lirohen në kohën e xhumas. Pra, më duket që Elena e pati një reagim. Reagimi ishte ashtu spontan pikërisht sepse këto arabët një të gjë kanë kërku tani në Suedi dhe ju është mohuar më njëherë. Sepse nëse është shteti sekular, nëse pushtetet janë të ndara, atëherë nuk vjen shprehje që një fe apo një religion tjetër të favorizohet dhe të ju jepet favorizime për ta ushtruar besimin e vet. Por mua më habit pak a shumë ky preokupim i shqiptarëve me religionin. Është pa kuptueshme pse gjithë ky obsesion me religionin dhe praktikimin e religionit, që nuk shpjegohet ndryshe përveç se është një organizim me një qëllim dashakeqës. Kështu unë e shoh, sepse vetëm t'ja marr një shembull të argumentoj. Në shkollat unë këtu e kam kry shkollën fillore në Suedi, asë njëherë nuk kemi pasur informacion se ka Bajram apo Ramazan në gjuhën shqipe apo arabe dhe persiane. Për herë të parë në këtë vit, ne jemi ndërlidh me kulturat orientale që është dërguar tek prindrit me etnicitet tjetër, si ne shqiptarët, se është Bajram dhe Ramazan. Dhe kush e bën këtë? Dhe kjo me na ndërlidh neve me gjuhën arabe dhe persiane, me popull oriental, ose të lindjes mesme, ose të lindjes, për neve është goxha bukur problematike kur ne pretendojmë të jemi evropian dhe themi se jemi autokton. Dhe ky sistem mu më duket që ka një agent të fshehur që financohet prej organizatave të ndryshme, sidomos prej këtyre organizatave dhe ideologjive të majtista, ambientalista, Greta Thunberga, që gjithnjë i shtyn këto agenda sikurse se këto janë të mundshme vetëm kur ka ndërmjetësues sekularizmin. Dhe gjithmonë mua më habit që vjen prej një partie që është me ideologji të qendrës djathtë, domethënë djathtë, se sikur të vinte prej një partie të majtë, do të kishte kuptim, por në këtë rast vjen propozimi dhe kush do të falet. Dhe tani ne e shohim çka thuhet në Kur'an. Në Kur'an thuhet se në atë xhumo, nuk e përcakton në cilën orë, në fakt, duhesh ti me shku me fal të premten, por thuhet bukurqor që ka të bëj vetëm për burra. Sepse gratë nuk shkojnë në xhami, apo jo? Që e kemi Hoxhën këtu. Neve i kemi pa që vetëm burrat shkojnë dhe kështu me automatizëm diskriminohen gratë. Dhe kjo e kemi Hoxhën këtu që mund t'jam ndonjë përgjigje, po bën pyetje.
Jo, nëse hi me tendenca është diçka tjetër, kur do në të vjen në xhamin teme i sheh edhe gratë që janë në xhumo dhe në bajram edhe kur do tjetër, nëse e nderuara ku janë të rënditura ato në Safat, a janë të rënditura në rendin e parë apo mbrapa diku në sheta? Nëse flasëm për kjo po jetoj ka në Suedi dhe nëse e lexon kushtetutën e Suedisë, kushtetuta e Suedisë është miratu në bazë të popullatës të veç është me përkatësi të protestante, katolike, protestantë shumica dhe janë të thirrur krejt në protestantë dhe ju kanë përshtatë që shumë mirë kushtetuta ati vendit ju ka përshtatë në atë kohë asaj popullatës që ka vendosur ditën e shtunë, ditën e diell me pas pushim për shkak të fesë. Dhe e dim shumë mirë që bazohet shumë feje, ka fejnë protestane, e ka fejë zyrtare, sidomos kushtetuta e Suedisë, edhe Norvegjisë, por sidomos edhe Suedisë. Mi po flasëm për vlera perëndimore, nuk ka fajtat shumë me kristianizëm këtu, se në fakt skandinavët janë më së paku fetar religjioz. Dhe kushtetuta e tyre nuk bazohet në vlera religjioze. Ma tepër bazohet në paganizmin e tyre, që këta feste konsiderojnë më shumë ditën mes ditës që thirret në verë dhe ditën e gaforës se sa këtu festat religjioze. Unë nuk jetoj atje dhe nuk e di në çka bazohen tash më shumë, po kushtetuta si kushtetutë. Kushtetutën e Suedisë deshta me të korrigju. Nëse lexon kushtetutën e Suedisë dhe shohim me vremë se kush do të më qenë kryetar, çfarë feje do të me pas, festimin e festave fetare, cilat do të mi festuar. Inderuar i Hoxh, vetëm më u përgjigj në këtë pyetje. Në xhamin tënde, që shumë mirë pas ke që vinë besimtar aty, ku falen gratë? A falen në Safatin e rreshtin e parë, apo dikun qoshe? Kanë vendin e caktuar që është rreshti i parë për to dhe rreshti i dytë edhe rreshti i parë për meshkuj. Rreshti i parë, po thotë Elena. është rreshti i parë për pjesa e grave, ku çdo kënd botë ndohen. A nuk po e beson Elena apo jo? Se po e shoh që po e Jo, se praktika thot diçka tjetër, ky po e idealizon, nuk është ashtu. Nuk është praktika, ndoshta ky në xhamin e vet e praktikon këtë, po në xhamit e shumta çka shohim ne, në sheshin Skënderbeu në Tiranë që e mbulojnë Skënderbeun, heroin ton kombëtar, aty shohim ne burra.